Në ambientet e Hotel Tirana u zhvillua çelja e ekspozitës fotografike në kuadër të lëvizjes paralimpike shqiptare. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm ambasadori anglez zoti Nicolas Cannon, drejtues të Fondacionit Vodafone Albania, të Këshillit Britanik dhe Komitetit Olimpik Shqiptar. Kjo ka qenë një arritje e bërë me shumë dashuri nga shumë personazhe dhe nga shumë institucione. Dhe vetëm kështu mund të bëhej e suksesshme. Unë vi me emocionet e atmosferës që krijuan lojrat lokale në Shqipëri dhe me ekon që ato lanë që kjo eksperiencë të vazhdojë në të ardhmen dhe ne jemi të vendosur të angazhohemi të çojmë këtë eksperiencë akoma më përpara. Ekspozita Lëvizja Paralimpike Shqiptare është një ekspozit me fotografi ku përshkruhet rrugtimi i projektit për të përfshirë njerëzit me aftësi të kufizuar në sport. Rrugëtimi i cili kulmoi me organizimin e lojrave të paralimpike në Shqipëri në qershor të 2012-s, si dhe pjesëmarrës parë të një atleti shqiptar në lojrat paralimpike botëror Londër 2012. Për këtë mbështetje British Council dhe Fondacioni Vodafone Albania u ndërua me çmim mirënjohje për kontributin dhe mbështetjen e dhënë ekipit paralimpik shqiptar për pjesëmarrjen e lojrave paralimpike botërore Londër 2012.